Dy tërmet të fuqishëm me magnituda 6.4 dhe 7.7 të shkallës Richter troditën në Birmani në mëngjesin e sotëm, duke shkaktuar dëme të mëdha edhe në vende fqinj si Tajlanda dhe Kina Jugore. Epiqendra e dy lëkundjeve të forta u regjisтрua në veriperëndim të qytetit Sagaing me një thellësi prej 10 kilometrash, duke shkaktuar panik dhe shkatrim të gjerë. Në Bangkok të Tajlandës, një ndërtesë 30 katëshe në ndërtim u shemb si pasojë e tërmetit, duke lënë të zhdukur 53 punonjës ndërtimi dhe duke plagosur 10 persona. Pamje dramatike nga vendi ngjarjes tregojnë momentet kur ndërtesa shembet plotësisht, ndërsa të plagosurit nxirren në rënoja nga ekipat e shpëtimit. Ndërkohë, pasojat e tërmeteve në Birmani janë katastrofike. Dhjetra mijëra qytetarë braktisën ndërtesat dhe dolën në rrugë të përfshirë nga paniku. Junta ushtarake e Birmanisë, e cila qeveris vendin prej vitit 2021, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në disa qytete të mëdha dhe kërkoi ndihmë ndërkombëtare për të përballuar situatën emergjente. Instituti Gjeologjik Amerikan paralajmëron se numri i viktimave mund të arrijë në mijëra, ndërsa dëmat materiale janë të përmasave kolosale. Dëme të rënda janë raportuar gjithashtu dhe në qytetin Mandalay, pranë epiqendrës të tërmetit. Në shumë zona të prekura nga tërmetet, ndërhyrja e ekipeve të emergjencës është e vështirë për shkak të shkatrimit të rrugëve dhe hekurullave, duke e bërë të pamundur mbërritjen e ndihmës në kohë. Dëme janë raportuar deri në Kinën Jugore, ndërsa Tajlanda përballet me situatë emergjente në shumë qytete. Birmania është një nga vendet më të rrezikuara nga tërmetet në rajon, me periudhën më aktive sismike mes viteve 1930 dhe 1960. Junta ushtarake ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare, ndërsa mediat e huaja raportojnë se komunikimi me zonat e goditura është i vështirë për shkak të shkatrimit të infrastrukturës. Kjo fatkeqësi natyrore ka thelluar më tej krizën në Birmani, e cila prej vitit 2021 ndodhet në regjimin ushtarak dhe po përballet me izolim ndërkombëtar. Ndërkohë, ekipet e kërkimit dhe shpëtimit po përpiqen të nxjerrin të mbijetuarit nga rënojat, ndërsa situata mbetet kritike dhe pasigurt.